Kryedemokrati Sali Berisha ka deklaruar se Partia Demokratike mbështet çdo protestë të qytetarëve, por nuk merr autorsinë e tyre, duke theksuar se kjo është sipas tij një çështje moraliteti politik. Si një goditje tërthor, siç bënte dikur Ramizalia që kërkonte të krijonte Republikën e Vlorës e tjerë marrëzira të tilla. Ju bëj thirrje qytetarëve të Vlorës mos të refuzojnë me përçmim dhe natyrisht Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar do të ketë qëllimet e veta publike për antimitingjet e Edi Rama. Berisha u shpreh se opozita respekton të drejtën e qytetarëve për të protestuar, por nuk identifikohet si organizatore të tubimeve. Për çdo protestë jemi në mbështetje, por nuk i marrim autorsinë askujt, tha ai duke shtuar se një gjë e tillë do të ishte amorale. Por ne autorsi nuk i marrim kujt, se kjo është amorale. Kjo është amorale. Ka që po e ndjekim. Në qoftë se ky shkon e i bën antimiting Vlorë, ai do përballet me ne atje. Se ato pastaj i the se kjo është vija e kuqe, kalon çdo vijë pastaj. Duke u referuar situatës së protestave mbi Zvërnecin, Berisha paralajmëroi se nëse kryeministri Edi Rama zhvillon atë, siç e quajti ai, një antimiting në Vlorë, atëherë do të përballet me reagimin e qytetarëve atje. Sipas tij, Vlora nuk mund të përdoret për përplasje politike të këtij lloji dhe qytetarët do t'i tregojnë përgjigjen. Këtë e bën Ramizalia e bën kur zum shtator në Enver Hoxha, dolen vullnetarët e Enverit dhe rrëmbyllën dhe armë dhe thanë do shpallim Vlorën Republik. Lexoni, Republika e Jugut me kryqëzet Vlorën. Dolen vlonjat ja u bllokuar rrugën e Mifolit edhe i lanë të raskapitur me zihin në Vlorë. Kjo do ndodhë dhe me Edi Rama. Ai e krahasoi situatën aktuale me ngjarjet të së kaluarës politike në vend, duke përmendur edhe tensionet në fillim të viteve 90 dhe theksoi se përballje të tilla në rrugë nuk duhet të përsëriten.